Si ndikon ndryshimi i orës në shëndetin e njerëzve? Ora e kursimit të ditës u prezantua për herë të parë në Britaninë e Madhe në vitin 1916 gjatë luftës së parë botërore, me qëllim kursimin e energjisë dhe shfrytëzimin maksimal të dritës së ditës. Në vitin 2014, studiuesit në Shtetet e Bashkuara zbuluan se numri i shtrimeve në spital për atak në zemër u rrit pas ndryshimit të orës. Këto gjetje janë konfirmuar nga studime në Suedi, Kroaci, Gjermani dhe vende të tjera. Studime të tjera e kanë lidhur ndryshimin e orës në pranverë me një numër në rritje të goditjeve në tru. Ndërsa dikush mund të mendojë se më shumë dritë në mbrëmje do të ishte e dobishme për shëndetin mendor. Një studim i vitit 2020 tregoi se kalimi në orën e kursimit të orës përkeqëson çrregullimet e humorit, depresionin, ankthin dhe abuzimin me substanca. Pse ndryshimi i orës ka efekt kaq të thellë? Përgjigjja qëndron në prishjen e orës së brendshme që rregullon kur flejmë dhe kur jemi zgjuar. Në mbrëmje, rënja e niveleve të dritës stimulon prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit, ndërsa drita e mëngjesit ndalon prodhimin e saj dhe stimulon çlirimin e kortizolit, i cili na zgjon.